Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ky është vlogu i fundit i lindjes dhe mendova që të më shikoni një herë si njeri, sepse në të gjitha vlogjet e më përparshme kam qenë në vuajtje, kam qenë duke qarë, kam qenë duke ndar historinë dhe doja që të isha sa më reale, sepse mendoj që nuk ju jepet vajzave, nënave, aq shumë kredite se sa shumë vuajtje dhe se sa shumë mbajnë mbi supe për të sjellë në jetë fëmijët tanë. E nuk do doja kurrësi që videot e mia të stresonin apo të friksonin vajza që janë shtatzën tani, sepse çdo eksperiencë është e ndryshme, mos e merrni parasysh eksperiencën time, përqendroni tek ajo që ju dëshironi dhe normalisht mos krijoni, mendoj unë, në mendjen tuaj edhe plane se si do shkoj lindja, sepse gjithmonë del diçka e paparashikuar, kështu që lejeni veten të hapur për të gjitha eksperiencat që mund t'ju vinë gjatë lindjes. Gjithsesi, siç thash, unë doja shumë që t'ju tregoja çdo njeriu që e shikon është bërë mami, s'është bërë mami, mund t'ja tregoni dikujt që vajzat janë vërtet heroina, mamat janë heroina, dhe gjithmonë e dëgjojmë këtë shprehjen që do t'i kuptosh vuajtjet vet kur të jesh mami, si ashtu dhe të mirat. Mirë, asnjëherë nuk e kuptojmë se çfarë domethënie ka kjo shprehje. Kështu që prandaj unë kam vendosur dhe vendosa që ta ndaja gjithë eksperiencën time me ju, duke qenë se edhe gjatë shtatzanisë keni qenë shumë afër meje. Fakti që kam mundur të bëj video kaq shpesh ka qenë për mua si një lirim, sepse në fakt jam ndjer gjithmonë vetëm gjatë shtatzanisë, duke qenë që unë kam qenë në ndalim pune që nga java e parë, që nga dita e parë që kam marrë vesh që jam shtatzën, dhe gjithë njerëzit e tjerë punonin, kështu që unë isha tërkohës të shtatzanisë, kam qenë vetëm, kam ecur vetëm, kam dalë për shopping vetëm, kam pirë kafe vetëm, kam ngrënë vetëm, kam bërë blerjet në supermarket vetëm, dhe normalisht që kam takuar shoqërinë apo burrin kur kanë mbaruar punë, po që ishte një kohë shumë e shkurtër. Prandaj fakti që kam bërë video dhe kam qenë këtu me ju, më ka bërë sikur ju jeni familja ime dhe kisha një arsye për të dalë dhe për të filmuar, dhe sikur nuk isha vetë asnjëherë, edhe me ato kujtset dhe pyetjet në Instagram. Kaq për të futur pse unë vendosa që ta ndaja komplet vlogun e lindjes me ju. Sepse kam lexuar mesazhe, jo po përshëndrohet te fëmia, jo po pse na tregon, jo po mblidh veten. Ky ishte vendimi im, edhe unë mendoj që më ndihmoi që të shpresha. Këtë video që po e bëj tani jam 6 ditë mbas lindjes, sepse për videon e fundit kisha nevojë që t'i procesoja disa gjëra. Kurse videot e tjera janë bërë gjithmonë në kohë reale, regjistrimi, publikimi është bërë më vonë, kur unë kisha pak mundësi që të merja veten edhe të editoja, po ulem se akoma operacioni them pak. Vazhdojmë këtu. Drita ishte më e mirë aty afër dritares, por edhe këtu dukem besoj. Kështu që po ju thoja që në këtë video është video e fundit dhe dua të ndaj me ju atë që ndodhi pasi u vendos që ne do ta bënim babyn me operim, sepse nuk funksionoi asnjë gjë. Në 5 ditët e para, plot me dhimbje, plot me tortura, me stimulime, me hormone, në orën 12:30 të natës, të datës 23, pra sa ju rit ata 23 shtator. Unë më në fund u dorëzova, pas 22 orësh dhimbje lindjesh, u dorëzova për të kryer operacionin. Këtu, mos më keq kuptoni. Unë jam shumë pro çdo mënyre për të lindur fëmijën. Pra, kur lexoj pyetje e bëre vet apo me operim, më streson shumë, sepse edhe me operim vet do ta bëj operimin,
vetë do ta kaloj operimin, vetë do ta kaloj atë rimëkëmbjen pas operimit, kështu që nuk është se do vi të ma bëj dikush tjetër, do unë thjesht do mbaj fëmijën në krah, se kjo pastaj do ishte perfekte dhe çdo njeri do e bënte me operim. Pra, ju lutem mos e bëni këtë pyetje, e bëre vetë apo me operim? Mund të thoni lindje natyrale apo operim, po gjithsesi nuk është se ka ndonjë rëndësi shumë të madhe, sepse të dyja lindjet kanë prot dhe kundrat e tyre. Kështu që normalisht lindja natyrale quhet natyrale, që do të thotë është mënyra më natyrale për të ardhur baby, është mënyra më natyrale për nënën që ta marrë veten, është mënyra më natyrale për të kaluar këtë proces në mënyrë sa më të lehtë. Por jo gjithmonë funksionon kështu si në rastin tim, që dëshira ishte shumë e madhe, por trupi ishte kundër. Kian ka lindur 3 kg e 960 gram, pra 4 kg, dhe ka qenë 10 ditë para takimit. Pas 10 ditësh do t'i kishte kaluar 4 kg gjysmë. Gjë që trupi im, legeni im, forma e trupit tim nuk i përshtatej, pra ishte perimetri kokës po ashtu shumë i madh. Sepse edhe nga komentet tjera pse bën kaq tragjike, gjithë kemi lindur fëmijë. Siç e thash, çdo vajzë ka eksperiencën e saj. Jo çdo lindje është njësoj. Jo çdo fëmijë është njësoj. Jo çdo kokë është njësoj. Kështu që ju lutem mos bëni krahasime dhe ju pra mos e merrni si shembull historinë time. Unë po ndaj me ju eksperiencën time. Ju merrni atë që ju intereson dhe lejni të gjitha gjërat që juve mbase mund t'ju japin frikë apo i keni përjetuar ndryshe. Po thoja, vendosëm në orën 12:30 që donim të kishim, jo që donim të kishim, nuk vendosëm, nuk kishim zgjidhje. Dhe unë po lutesha Zotit, çdo njeriu për infermieret, për operacionin, sepse dhimbjet ishin të padurueshme. Nga gjithë këto hormone të sprotcuara në trupin tim. Epidurali, shtimi e epiduralit sepse nuk funksionovi, oksitocin që të vinin pastaj dhimbjet e lindjes, më shumë oksitocin që të vinin më shumë dhimbje e lindjes, sepse, nuk e dija e thash në vlogun e më parshëm, por duke qenë se dhimbjet e mia ishin të falco, të stimuluara, trupi im ndjente shumë dhimbje, por që nuk bënin atë punën që do bënin dhimbjet efektive, që është fillimi i lindjes dhe shtyrja e fëmijës në kanalin e lindjes. Pra dhimbjet e mia ishin kot. Dhe duke qenë se kisha shumë dhimbje, më detyrova që të merrja epiduralin sepse nuk mundesha më. Por në momentin që merr epiduralin, të ikin dhimbjet dhe procesi i lang bëhet më i avart, duke qenë se trupi është edhe më i çliruar. Kështu, më ikën dhimbjet ato që kisha, dhe tani duhet t'i jepnim sinjale trupit që të vazhdonte me dhimbjen dhe pse unë nuk i ndjeja, kështu që shtuam oksitocin që janë edhe pikat e dhimbjes që aktivizojnë dhimbjen. Pra oksitocina është pikërisht ky hormoni. Atëherë, si hodhem oksitocin, fillovën dhimbjet dhe po vinin. Epidurali funksionovi vetëm në një anë, anën tjetër ndjeja dhimbje, anën tjetër e kisha të mpirë. Gjithsesi ishin dhimbjet që i përballoja, duke qenë se procesi po zgjaste shumë avashe dhe nuk po kishim progres, pikat e dhimbjes pra të oksitocinës u rritën nga 10 ml për orë në 20, në 30, në 40, që është edhe maksimumi që mund të përballoj një trup. Të pak në trupi im, nuk e di nëse është rregull kështu. Dhe dikush nga mamit duhet e na i kishte bërë të qarta rreziqet e një stimulimi kaq të gjatë. Unë në fakt jam motivuar nga mamit, gjë që mbase është puna e tyre, që të motivojnë vajzat që të sjellin në jetë fëmijët. Jam motivuar që doja ja dalësh vetë, mos ki problem, sepse unë normalisht filloja dyshoja kur nuk po vazhdonte procesi për 6-7 orë, kishte ngecur në vend dhe unë e ndjeja që këtu nuk po ndodh diçka. Dhe mamit më jep një fort, duke më thënë doja dalësh,
Dhe nuk ishte asnjë mami aty që të më thoshte për shumë shiko. Unë e di që ti do ta bësh këtë fëmijë vet. Aman, për kaq kohë të gjatë që ti po stimulohesh do kesh 1, 2, 3, 4 probleme. Askush nuk më tha. Duke qenë se mamit ndroheshin në turne, unë isha 24 orë gati kam ndruar 4 mami, dhe se cila kishte mënyrën e vetë të punuarit. Derisa mamia e fundit erdhi dhe më tha, shiko, unë do provoj 1, 2, 3 gjëra, 1 orë e gjysmë, dhe nëse këto gjëra nuk funksionojnë, ne do futemi në operacion. Edhe aty ishte për mua edhe e vendosur që dikush tjetër mua ma mori vendimin dhe më tha që kjo është rruga. Nuk kisha më pse të vendosja unë. Kjo më shliroi. Nuk funksionojnë çfarë bëri mamia dhe u vendos në 12 e gjysmë për operim. Po shikoja jetën time që po më kalonte para syve. Dhimbje, nuk e di, sikur më hapnin kurizin dhe barkun të gjallë. Nuk mund të bëj një krahasim me dhimbjet natyrale, pra të lindjes natyrale, sepse unë kisha të gjitha të iniciuara, të stimuluara, dhe nuk e di nëse vërtet është kaq keq gjithmonë çdo lloj lindje, sepse kam dëgjuar dhe vajza që kanë lindur pa epidural dhe nuk e imagjinoj dot se si. Unë me epidural edhe ishte, po ju them, më kaloi jeta para syve. Prap nuk kishim fat. Salla operimit në orën 12 e gjysmë ishte e zënë nga një vajzë tjetër e cila po ashtu nuk ishte arritur që të kalonte në procesin e lindjes dhe duhet të prisnim dhe 2 orë të tjera. Kanë qenë jo 2 orë për mua, po 20 orë, ku isha gati, domethënë e keni parasysh ndonjëherë sikur heq dorë nga jeta, që thua, ok, nuk dua të jetoj më, edhe mbaron dhe e lëshon shpirtin, edhe isha shumë afër këtij procesi. Mendoja vetëm për djalin që më vinte keq, nëse do më ndodhte diçka mua. Më vinte keq për Stefanin, sepse unë isha gati ta lëshoja veten, edhe të thoja që ok, Zot, më merr, nuk mund ta përballoj dot më. Edhe ishin dhimbje të pakontrolluara me gjithë këto hormone. Pra njerë vinin çdo minutë 4-5 dhimbje, njerë vinin për 5 minuta 1, po shumë të forta. Dhe derisa më çuan në sallë të operimit, nuk e di, kam qarë, jo si fëmijë, nuk e di, domethënë, i shkreti Stefani që duhet ta shikonte njeriun e tij që do, në atë gjendje vulnerabël. Dhe gjithë kjo histori ka ndryshuar shumë marrëdhënien tonë, sepse ai pa me sytë e tij se çfarë hoqa, dhe unë pash me sytë e mi se çfarë hoqja ai, duke u ndjerë i pa mundur të bënte diçka për të më ndihmuar. Shkuam në sallën e operimit, derisa u pastrua pra nga operimi i mëparshëm, shkuam në sallën e lindjes dhe unë isha gjithkohës, nuk e di, mamave që kanë lindur mbase dhe ju kanë ndodhur, isha gjithkohës duke u dridhur, dredhje të pakontrollueshme, goja, duart, këmbët, nuk e di, ishte adrenalina që po linte, ose gjitha këto mjekime, trupi im ishte thjesht në ato momente thjesht injeksione. Kisha 20 e ca orë që s'kisha ngrënë, që kisha pirë vetëm ujë, po jo ndonjë gjë wow. Dhe vetëm po dridhesha, derisa erdhi Stefani. Stefani ishte të kokaime dhe të paktën, nuk është se isha në narkoz të plot, po isha me, pra jo me epidural, por me gjelpër spinale, pra që të bllokon nga këtu e poshtë. Dhimbjet nuk i ndjen, por normale ndjen presionin. Ju të gjithë e keni provuar të shkonsh te dentisti dhe ai ta mpin të vendin ku punon, po ti prapë ndjen që diçka po ndodh aty, diçka po punohet. Edhe kështu edhe unë. Fillovi operacioni, djali ka dalë për 3 minuta jashtë, fillovi ato qarje dhe para, o zoti ma, ishte shumë emocionale, dhe nuk e shikoja, se kisha atë perden, po e dëgjoja. Dëgjoja që në fillim bëri vetëm një pastaj fillovi të qaj, ma vurën
nuk e di, 20 sekonda këtu, ishte me gjak, si që kishte dalur. Edhe pasaj iku mamia me djalin që ta pastronte dhe të bënte ato matjet e para. Dhe solli edhe njërë djalin pas një 5 minutash, e pash 2-3 minuta, ma vendosi prap këtu dhe pastaj ishte edhe Stefani që duhet ikte me djalin, pra duhet ta linte sallën e operimit. Dhe në fakt, aty edhe Stefani dhe unë e kuptova që diçka nuk po shkonte siç duhej. Situata u bë shumë hektike, njerëzit shumë të shqetësuar dhe si po bën, flisnin me njëri tjetrin. Kam shumë hapësira në memorie, ka shumë gjëra që nuk i mbaj mend si qysh tekur ka ndodhur dhe janë shumë të turbullta. Po mbaj mend që më kam pyesur çfarë grupi gjaku kam. Dhe ju thash A pozitive dhe unë e kuptova që diçka nuk po shkonte siç duhej. Sepse ishin gjithkohës duke thithur gjak jashtë dhe operacioni cesarian zgjat diku te gjysmë ore, 5 minuta del baby dhe 25 minuta qepja e të gjitha. Unë isha shumë gjatë aty. Dhe problemi ishte që stimulimi kaq i gjatë për orë të tëra, me kaq shumë oksitocin, me kaq shumë qetësuesa, me kaq shumë pika për dhimbjet, kishte bërë që mitra të pulsonte dhe të kontraktohej në mënyrë të pa kontrolluar. Kur operon, duhet që gjërat mos të lëvizin që të operosh dhe mos pulsohet gjak. Ju e dini që kur vritesh diku dhe ajo pulson, del gjaku si me pulse. Edhe mitra nuk ishte kontrollueshme. Ata më çavën që nxorën djalin dhe mitra kontraktoi, lëshonte gjak, humbte gjak dhe kishim një hemoragji të brendshme e cila nuk po ndalonte. Unë i dëgjoja që thithni vetëm gjak dhe shikoja, ishte një si vazo këte ku mblidhej edhe gjaku dhe shikoja që ajo mbushej, kisha kështu në anë. Edhe pastaj ndjeva se si për të bërë të mundur mbylljen e qepjen e mitrës nuk mund ta qepnin pra e prevja dhe e qepe sepse ajo lëvizte, nuk mblidhej. Dhe pastaj duhet të tërhiqni, nuk e di, nuk e imagjinoj dot, po kjo ishte ajo ndjenja ime. Ndjenja presionin që më tërhiqnin nga këtej këtu, nga këtej këtu, nga poshtë sipër dhe nga sipër poshtë. Dhe bërë një qepje katrore të gjitha anës së mitrës. Që quhet qepje ruksak tu është kjo çanta e shpinës. Qepje katrore, qepje çantë e shpine, nuk e di tani çfarë do të thënë, ju që jeni mjek besoj e kuptoni. Dhe për të kontrolluar në fund nëse gjakderdhja vazhdonte apo jo, duhet të më shtrydhni një herë shumë fort këtu, pas qepjes që të shikonin dilte me gjak apo jo. Një dhimbje, presion të theja, jo dhimbje, se nuk të dhem, po presion më të madh dhe më të dhimbshëm në jetën time nuk e kam pasur. Gjaku ndaloi, por nuk e dim se si do vazhdonin orët e tjera. Prandaj unë nuk isha lejuar që të shkoja mbrapsht në sallën e lindjes ku ishte edhe Stefani me djalin, po duhet të shtrohesha në stacion intensiv, ku dhe kam denjur 2 ditë e ndarë me djalin. Nuk e di domethënë, për një mami që ti mezi pret që ta shikosh atë që ke bërë as mirë, ata më hypnin nëpër krevate dhe më çonin në stacione, nëpër ashensore, që tani nuk e di, shikoja vetëm ato dritat që më vinin. Dhe ishte shumë e dhimbshme për mua. Mua nuk më është komunikuar në atë moment asgjë, po Stefanit po, dhe Stefani kalovi traumën e tij të parë, ndërkohë unë të dytën që nuk e dija ku ishte djali, ai ishte mirë, nuk e dija, unë nuk isha mirë, nuk e ndjeja vetë mirë dhe kisha dëgjuar që ka humbur shumë gjak, çoj në stacion intensiv dhe nuk jam idiote mos ta kuptoj që në stacion intensiv është diçka serioze. Dhe kisha frikë për jetën time, kisha frikë për Stefanin, për Kian,
Nuk e tia si ishte, nuk e tia si do isha unë. Me gjitha të gjak që unë humbita 2 kg gjak. Nga nuk e di sa ka një njeri në peshën time. 4. Kisha shumë frikë. Dhe trauma më të madhe besoj e kalovi dhe Shtefan, sepse Shtefan ishte me djalin në sallën e lindjes, ku dhe po i bënin kontrollet, dhe mamia shkon edhe ai pyet kush gruaja ime. Dhe ai thot gruaja nuk vjen sepse ka humbur shumë gjak. Edhe ati do me të skenaret më të mëdha i kalua në kokë, nuk e kam parë kur Shtefanin të qaj. Ashtu si fëmi. E kur më takoi pastaj që erdhi në stacion intensiv, qante si fëmi nga frika që kishte pasur që mund të më humbte. Dhe kishte ardhur doktoresha para se të më mbyllnin mua që kemi situatë serioze, nuk po pushon gjaku, do provojmë këtë qepjen pra 4 ore dhe nëse nuk funksionon duhet t'i nxjerrim patjetër mitrën jashtë para se të humbasi tërë gjakun edhe e dini pastaj ç'a ndodh. Edhe Shtefani kishte thënë që bëni çfarë të doni, vetëm më shpëtoni gruan, domethënë nxjerreni, nuk ka rëndësi fëmi tjetër apo. Ishte shumë e trishtueshme po të kishte ndodhur kështu, sepse nëse më pyesni sot, nuk dua më kur të bëj fëmijë. Por nëse do ma kishin nxjerrë mitrën, do ishte vendimi tyre. Dhe mua më ishte marrë zgjedhja. Dhe nuk e di se si do ta kisha shijuar këtë lindje apo kia në rast se do kishte ardhur në këtë pikë puna që të kisha humbur edhe organin. Isha në stacion intensiv dhe pastaj ma lejuan Shtefanin dhe Kianin që të vinin të më shikonin, se dhe për Shtefanin donte të shikonte, a ishte vërtet gruaja e tij gjallë, a ishte aty, si po ishte. Unë isha shumë e verdhë në fytyrë se kisha humbur gjysmën e gjakut. Edhe vjen Shtefani me Kia, në fakt është një moment i bukur, sepse sa vinë ata, unë isha lidhur në 1000 aparatura që më kontrollojnë zemrën, frymëmarrjen, pulsin, vlerat jetësore, nuk e di, shumë gjëra. Dhe sa shikoj që vjen djali me karrocën dhe Shtefani, të gjitha aparaturat japin alarm, piu. Sepse zemra edhe adrenalina edhe po rrifnin aq shpejt kur pash djalin sa të gjitha, domethënë alarm dhe të gjithë mjekët aty me vrap. Tham se, okay, është djalin, rregull, e kuptojmë, duke qenë se pash djalin. Dhe momenti i dytë prap ishte u qetësova, kur ma vurën pastaj prap djalin në gjyq që ta provonin që do binte apo jo, unë prap aparatura ndezën alarmin. Ishte një moment i bukur për mua. Po çka se pastaj për 5 minuta Shtefani duhet ikte prap me Kian, sepse nuk mund të qëndrojnë në stacion intensiv dhe isha gjithë natën. Kisha shumë etje se kisha humbur shumë gjak dhe nuk e dinim se si do bëhesha, sa ditë do rija dhe kam denjur e ndar nga djali dhe ishte shumë nuk e di. Por në fund vlerat e mia ishin shumë normale, jo normale, ishin stabile, jo normale, stabile. Dhe gjithë kjo përgatitje që kam pasur për shtatzanin, ushqimi, sporti, regjimi që kam mbajtur, u shpërblyen duke ma bërë pjesën e marrjes së vetes nga operacionet dhe nga gjithë kjo humbje dhe stres dhe mjekime dhe hormone shumë të shpejt. Dhe unë ditën tjetër u ngrita në këmbë, normalisht duke me ndihmë, duke tentuar dhe u shpërblyen. Pasi vlerat e mia ishin normale, më çuan në stacion dhe ishte e mundur që me Shtefanin të bënim një rezervim të një dhome familjare dhe Shtefani të flinte me mua në spital tëra këto ditët. Pra, flinte me mua si pacient, hante me mua, ndronte djalin dhe unë vetëm fusja djalin në gjith dhe rria vetëm shtrirë. Dhe jam shumë falenderuese për njeriun që kam zgjedhur në jetën time. Të dy kemi traumat nga kjo lindje, sepse sa herë që mbyll syt,
ose kam një presion në bark, jam te momenti kur më thrishin nga majtas djathtas që të bënin këtë mbylljen e mitrës, edhe nuk e di nëse do ta kaloj dot ndonjëherë. Besoj do më duhet disa seanca të flas me psikologun, sepse nuk dua që ta fsheh si ndjenjë, dua që ta flas edhe ta kaloj. Edhe tani që kam kia në dorë, e harroj. Gjithsesi, njerëzit thonë që kur të kesh fëmijën harron çdo vuajtje. Nuk më ka ndodhur. Më vinë kështu seksione si déjà vu nga gjithë kjo eksperiencë, edhe mesazhi im për ju është, unë e kisha vendosur që doja të bëja operim. Nëse Kiani nuk vinte deri në javën e 40 në mënyrë natyrale. E lash veten time të ndikohet nga mjekët dhe nga infermierët dhe nga mamit, që jo po pse nuk e provon vetë, djali akoma nuk është shumë i madh, jo po është shumë okej, pse nuk ja jep mundësin djalit të lindi natyralisht, apo çfarë ishte tjetra ishte që më sollën para syve vetëm efektet negative të operacionit, po jo çfarë efekte anësore mund të kishte edhe ky stimulimi. Për stimulimin ishte çdo gjë okej, sepse mbase ato e kanë punë të përditshme. Kurse gratë e përjetojnë kaq shumë, sidomos unë isha 5 ditë me stimulim, kalova 22 orë dhimbjesh, me gjithë 2 të operacionit, pastaj u bën 24, dhe djali ka lindur të martën, pra unë fillova të enjten, të premte, të shtunë, të diel, të hënë, e djali ka lindur të martën në orën 2. Kështu që mesazhi im për ju është të dëgjoni instinktin tuaj, zemrën tuaj. Në rast se keni vendosur që keni frikë edhe doni ta bëni me operim, sepse në rastin tim djali ishte shumë i madh për trupin tim, atëherë shkojni vendimin tuaj deri në fund, mos lini njerit ju ndroj mendjen rrugës, mos lini njerit ju ndikoj. Edhe tani që shikoj grashta zën, duat që t'i përqafoj të gjitha, sepse kur i ke kaluar vetë në për atë e ndjen, janë ndje dhimbjet mamit, janë ndje dhimbjet çdo njeriu që është bërë mam, çdo njeriu që është atë dhe që dëshiron të jetë mami. Jemi kaq të forta, jemi kaq heroina të vërteta, sa nuk e di se si mund ta shpjegoj ndonjëherë se si durojmë gjithë këto dhimbje, dhe në fund prap marrim fëmijën në krah dhe nuk na interesojnë dhimbjet. Jemi vërtet heroina. Kjo ishte eksperienca jo më e bukur e lindjes, por një eksperiencë e vërtet që mund të ndodhi, dhe në rast se ka aty jashtë vajza që ju ka ndodhur kështu, nuk jeni vetëm, kërkoni ndihmë te psikologu, kërkoni ndihmë të flisni me dikë, me familjar, me shoqet tuaja, sepse nuk është e thjeshtë të kalosh nëpër këtë proces dhe nuk ka absolutisht asnjë gjë për turp që të qani, që ta shprehni atë që ju mundon, edhe që t'jeni sa më të lira më pas. Eksperiencat e lindjes janë të gjitha njësoj. Unë ju uroj të gjithave ju që jeni në pritje të ëmbël të keni një eksperiencë të bukur, dhe të keni besim në Zot, edhe gjithashtu të dëgjoni, siç thash dhe më parë, instinktin tuaj. Kjo ishte videoja. Tani do kemi vetëm video të bukura. Do kemi video kur dalim nga spitali, kemi video me djalin, do kemi shumë gjëra të bukura. Kështu që qëndroni me mua, edhe shumë faleminderit për gjitha mesazhet, për gjitha komentet, për gjithë mbështetjen, për gjitha urimet, jam ndjer, nuk e di, në superlativa e përkëdhelur. Shumë faleminderit edhe njerë, edhe ja, e patë Wenxhin mami. E keni parë që erdhi si u per, që gjeti punë, që u fejua, që u martua, që humbi njerëz, që fitoi njerëz, dhe që u bë mami. Kështu që më keni parë në të gjitha dimensionet e mia, jeni tamam si familja ime. Ciao, shihemi në video shumë herë më pozitive. Ju dua.